E kuptoj. Tani, ne e tham që ADHD-ja të shoqëron gjithë jetën. Edhe njeriu me ADHD ndonjëherë është njeriu dhe më interesant në dhomë, edhe më simpatik në ambient, sepse për shkak të këtyre veçorive. Dhe ndaj unë po e trajtoj më tepër sikur jam në fakt dhe jam partizane e gjërave të ndryshme. Nuk e di, më shqetësojnë shablonet, traditat, klishet, etj. E kuptoj. Por çfarë duhet të kenë parasysh këta njerëz, dhe do doja që të flisje sikur flet me një të rritur me ADHD, që t'ja bëjt lehtë dhe vetes, po edhe atij partnerit romantik, i cili ka marrë përsipër ta shoqërojë gjithë jetën pavarësisht se ky njeri ka ato të vetat që dikush nuk flet fare, por është i dhënë pas atyre shifrave, dikush i jep makinës me 220 edhe nuk heq dot dorë nga ky pasion që ka dikush tjetër. Pra të gjithë ne jemi këtej, si thuash, dhe ne jemi dhe këtej, si thuash, nuk ka ndonjë ndarje këtu. Por çfarë këshille mund të jepje që t'ja bën të lehtë vetes dhe të tjerëve? Se dhe vetë këta duhet të bëjnë një gjë të pranojnë dhe këta të tjerët, se duke thënë unë kështu jam, këtë bëj, po të duash se ne kështu. Mendoj që s'është komunikim ky. Ndonjëherë ata kthejnë edhe ndonjë gotë për të mos i hyrë këtyre diskutimeve. Sa se unë këtu jam. Shiko, në varësi të stadit, unë do doja të sillja shembujt e dy prindërve që kam pasur për arsye të fëmijës, në fakt, edhe pra është tipi një babai, në atë rast ishte babai. Tipi një babai i cili pranonte me shumë natyrshmëri, po themi, faktin që fëmia kishte këto simptoma dhe pranonte atë të menduar apo si të thuash autoanalizë që po i bënte vetes, dhe për gjatë seancave ne flisim shumë dhe për të. Në prani të treve, pra, të tre dhe gruaja familjarë, po. Dhe mënyra se si ai përshkruante veten, pra pa megalomanira, jo se ky do bëhet si jam unë, pa nga këto, po duke thënë vështirësitë që vërtet ai kishte pasur dhe ishte njëri shumë i suksesshëm. Pra, kjo do të thotë që këta vërtet janë kreativ, vërtet janë suksesshëm, vërtet mund të mendojnë 10 gjëra njëkohësisht dhe t'i bëjnë mirë kur i ten të 10-ta, por mund të jetë edhe ndryshe, mund të jenë edhe depresiv, mund të jenë edhe bipolar, mund të jetë edhe, pra, ka disa situata të cilat komorbiditetet që janë aty si shanse mund të shfaqen dhe atëherë duhen mjekuar. Pra, ndihma që mund të japin familjes është të pranojnë të shkojnë te mjeku për t'u mjekuar nëse situata agravon. Pra, kjo është një situatë, ka mjekim për fat të mirë, hajde ta provojmë. Kjo lloj urtësie. Ka ilaçe për ADHD? Ka ilaçe edhe për ADHD dhe për situatat bashkëshoqëruese të ADHD-s. Pra ADHD-ja me ilaçe nuk është tabu, apo duhet vetëm terapi, apo se un kam dëgjuar që vetëm terapi për shembull. Jo, për shembull nëse ti shikon në internet, të dhënat janë që rreth 60% e fëmijëve me ADHD në Amerikë përdorin një nga preparatet që përdoret. Dhe për ironi të fatit, po themi, preparatet janë një grup preparatesh janë stimulantët. Do thua është diktat të stimuluar edhe më shumë stimulant, po në fakt mekanizmi i veprimit është që ata rrisin ato nivelet e neurotransmetuesve në sinaps dhe fëmijët munden t'i bëjnë gjërat ose mundet të frenojnë një sjellje. Nuk është fare tabu, madje gjithnjë më shumë dhe në Shqipëri po pranohet. Në krahasim me ca vite më parë, shoh që ka një lloj pranueshmëri edhe për shkak të përhapjes informacionit, të këtyre lloj bisedash, janë gjithnjë në rritje, të parit në internet shembuj të tjerë të huaj, pra prindërt gjithnjë më të rinj, gjithnjë më të mirë informuar, sikurse ka dhe prindër të cilët as nuk e mendojnë dhe e thonë, edhe unë dua që nda bëjmë të bisedë shumë shpesh me prindërit që ma thuaj, nuk mund të mos duar. Krijohet varësi, se këtu është gjithë frika që po fillova të jap fëmijës që të vogël këtë do më krijoj një varësi. Ato që përdoren për këtë nuk janë preparate që krijojnë varësi. Çdo preparat që mund të marrësh për një kohë të gjatë, në 2 javë mbas ndërprerjes ka pak vështirësi, por në bashkëpunim me mjekun këto vështirësi kalojnë. Pra nuk janë preparate që krijojnë varësi. Dhe ne kemi shembuj të mirë, sikurse ka dhe efekte anësore, sikur ka dhe kthime mbrapa dhe i heqim dhe vëmë të tjera. Pra në drejtimin e mjekut përkatës për këtë punë, mjekimi është i sigurt. E kuptoj. Ke pasur raste të mira, apo ke patur ndonjë rast që vërtet
nuk shkoi siç duhet dhe kalon pastaj në bashkëshoqërime të tjera problematike? Për atë fash që unë ndjek fëmijët, sidomos të moshave shkollore, situatat e ndihmës përgjithsisht funksionojnë. Po sigurisht kur ka ADHD nuk ka trajtim autizmi për shembull, sepse bashkëshoqërohet shumë me autizmin, janë shumë sfiduese për ditëshmia të mjekuarit, agresiviteti që mund të shfaqet. Nuk di të them tani 1 apo 2, po se cilët kanë qenë, po patjetër që ka raste që nuk shkojnë mirë, varet shumë nga niveli i bashkëshoqërimit, jo vetëm si ADHD. E kuptoj, pra në ADHD është fëmijë që shoh për herë të parë në adoleshencë me problematikat e adoleshencës dhe janë ADHD. Ku ne nuk merremi me ADHD, po merremi të mjekojmë çfarë problematike më madhore është në atë moment. Pra, le të themi që mesazhi i parë për prindrit është që në momentin që kuptojnë që ka një gjë që s'shkon me fëmijën, menjëherë të drejtohen te psikologu, te psikiatri dhe aty të qartësohen, sepse janë gjëra kaq të modifikueshme dhe kaq lehtësisht të kalueshme. Ndonjëherë dhe biseda lehtëson. Edhe biseda, nëse ti jep një kuptim, nëse e vendos bisedën në një perspektivë, ti ke tjetër të menduar, nuk ndihesh i pashpresë, siç mund ta mendosh me veten. Dhe një gjë sepse ajo që vëre në gjitha episodet edhe kur flas me njerëz, edhe unë kam këtë, edhe fëmia ime ka këtë, edhe prindi im edhe nuk jemi vetëm në faktin që si jemi të përsosur, dhe kjo nuk është në një tmerr i madh. Sepse ta duket sikur e kemi vetëm ne dhe mbyllet. Për shembull, fëmia mbyllet, mendon që në klasën e tij 4-5 veta nuk e ka vetëm ky, mbyllet. Prindi vet thotë ky fëmia im se si është, mbyllet dhe ai dhe nuk flet me të tjerët. Edhe nga biseda, eksperjenca me ndar me mësueset kam kuptuar që ka 2 lloj prindësh, ata që 2 ose më shumë lloje, po kryesisht ata që e mirëpresin, nëse mësuesi u thot, ose ata që e presin shumë keq ose bëhen gati pak distancohen nga mësuesi dhe për të thënë që nuk ka asgjë fëmia im që shkon në radhë. Sidomos i rastit të dytë, do i thoja që çdo sinjal nga mësuesi, dhe ja them dhe kur vin, s'ka gjë se erdhe një herë bëre një vizitë. Edhe sikur të jetë sinjal çik më shumë se sa duhet, s'ka gjë, por mos harroni që mësuesit janë shumë të, ose edukatorët, ose kujdestarët që janë shumë të mësuar me lloje të ndryshme sillesh tek fëmijët dhe shpesh herë i kapin ato sinjalet e alarmit të parët. Edhe pse vjen një herë te mjeku ose shkon te psikologu nuk është një gjë e keqe. Pra, mohimi ose dalja përpara që s'ka gjë nuk është në një mekanizëm shumë i adaptueshëm që të çon përpara. Më mirë thua po vizitoj edhe po e shoh një herë dhe të dali ku të dali dhe po shohim po merrem pasojat ose nuk ka gjë, po se sa të refuzosh. Ktu do t'i thoja, jeni të hapur për ta vizituar, pse jo? Vizita nuk është ndonjë vizitë që e traumatizon fëmijën, vizita është kështu siç po bisedojmë ne. E kuptoj. Edhe një mesazh për dikë që është me ADHD, fëmijë ose adoleshent. Unë e kuptoj që podcasti hyn edhe në vesh të fëmijëve dhe në vesh të adoleshentëve dhe në vesh të gjithëve tani, edhe ata mund ta shikojnë. Çfarë do t'i thoje, zëre se jena atë studion tënde dhe ke një fëmijë që apo një adoleshent që i thua që po ti ke ADHD, por çfarë? Për çdo gjë e cila në të menduarin e tyre, në ndjesitë e tyre, në sjelljen e tyre, brenda tyre nuk shkon mirë, ata duhet që ta flasin me mjekun psikiatër pas një shqetësim, pra me besim të plot për çdo gjë, me prindin, me edukatorin, por nëse nuk është e mundur, pra ka rrethana të cilat janë të trembur, të friksuar e kështu, me një psikolog ose me një psikiatër, sigurisht me lejen e prindit, kjo është një gjë që duhet folur, sepse të menduarit shpesh mund të jetë edhe katastrofik, domethënë mund të kemi edhe situata depresiviteti të tillë që të dëmtojnë veten, mund të jetë përfshirë edhe në situata të tilla të cilat janë abuzuese, pra këshillimi apo të qenit i hapur për të marrë një mendje nga specialisti duhet të jetë se janë kaq të larmishme situatat se nuk është se kam një formulë që i them bëni këtë apo atë, por të paktën të bisedohet se çfarë. Jemi të ndryshëm, prandaj bota është e bukur. Dhe për të gjithë ata që e quajnë pak veten të ndryshëm, që janë futur në shtëpinë e tyre, në dhomën e tyre, që nuk flasin ose më keq akoma, që bëjnë sikur janë ndryshe nga ç'janë, asgjë nuk vjen se flet, se gjën të ngjashmit, nuk jeni vetëm. Për këtë ne duhet jemi të bindur, nuk jemi vetëm dhe nuk jeni vetëm në atë që mendoni që po ju ndodh apo po na ndodh. Ka të tjerë të cilët janë në situata edhe më të rënda, ka të tjerë që janë në situata të ndryshme, duke folur gjejnë vetveten,
për këtë botë që jetojmë, me plus minuset e saj. Ky është edhe mesazhi im për gjithë ata që mund ta dëgjojnë këtë podcast, këtë episod dhe që ndoshta edhe kanë frikë të artikulojnë gjërat brenda vetes, vetëm thuajini, gjithmonë ka një derë që hapet, gjithmonë është dikush që ju dëgjon dhe ju pranon. Sunila, unë falenderoj shumë që ishe këtu. Shumë faleminderit. Është kënaqësi edhe do doja që të vazhdojmë bisedonin për tema të tilla edhe në momente. Me shumë kënaqësi. Mirupafshim.